të nderuar media, me që shumë objekte në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndizen lehtë dhe shpejt. Sot para prokurisë dhe gjykatës themelore të Tetovës po sjellim këtë aparat për mbrojtje kundër zjarrit. Jo vetëm për sigurinë e tyre, por në njëjtën kohë për të simbolizuar dhe nevojën urgjente për drejtësi të drejtë në vendin tonë. Andaj sot ju drejtohemi si iniciativa zero, edhe gjykatësve dhe prokurorëve në Tetovë, por edhe më gjerë. Ju keni një detyrë të rëndësishme të zbardhni të vërtetën, të nxjini paradrejtësisë dhe të vendosni prapa gzilave të gjithë fajtorët e vërtet për tragjedinë në Koçan, ku u vran 59 trip, për zjarrin në spitalin modular ku u vran 14 pacientë, për aksidentin e Pesa Transit në Bullgari ku u vran 45 qytetarë, e Durrëmoturs në Llaskaç ku u vran 16 persona, dhe për shumë tragjedi tjera që kanë kaluar pa ndëshkim. Pandëshkrueshmëria sjell papërgjegjësi institucionale, pandëshkrueshmëria sjell në njëjtën kohë edhe shumë tragjedi tjera dhe në vende të ndryshme. Po ashtu detyra juaj është të nxjerrni parapërgjegjësisë gjykatës e prokurorët, të shumë që e kanë penguar drejtësinë në rastet e përmendura dhe më shumë raste tjera ku nuk është vënë as pak drejtësia në vend. Qytetarët duan të shohin drejtësia të funksionojë përpara se të detyrohen ta marrin drejtësinë në duar. Prandaj ju njoftojmë që si iniciativë zero po paralemrojmë ditën e hënë në ora 12:30 protestë në qytetin e Tetovës, duke filluar nga Sheshi Liria deri para gjykatës themelore të Tetovës. Protestë që do të kërkojmë përgjegjësi për rastin e Koçan, protestë që do të kërkojmë përgjegjësi për rastin e djegjes së spitalit, për zjarrin në spitalin modular. Kjo është protestë që kërkohet përgjegjësi sepse drejtësia nuk duhet të jetë nën hije, prandaj është nevoja dhe koha tash të kërkojmë përgjegjësi.